isha përgatitur me fjalin faktikisht, po nuk dua të ratifikoj juve, sepse juve dhe po t'ju them fjalimin më të bukur në botë, nuk është aq i bukur sa 22 ditë që ndres që ju keni bërë shembullore dhe aq spektakolare sa sakrifica që ka bërë diaspora për çfarë këtu me ne. Kështu që dua t'ja dedikoj këto 2 minuta atyre që nuk kanë gjetur guximin që t'jenë protest këtu me ne. Atyre që thonë, qa garancie na jepni ju protest që ky sistem mund të gëzohet. Atyre që thonë, nuk ikën Rama, qa sigurie jepni ju. Dua t'ju bëju një pyetje përpara se t'ju jap sigurinë tonë. Qa sigurie keni ju në këtë vend ku jetojnë që s'ka ilaçe në spital? Qa sigurie keni ju në këtë vend ku policia ndershëm hidhen nga malet e pallateve? Ju kërkojnë djesë se kam shumë emocione, por nuk më të qetë ku policia ndershëm vliten dhe korruptuarit marrin poste drejtuese. Nuk më të qetë ku kanë varrosur shumë 26 vjeç se këtu s'ka protokolle, s'ka spitale, dhe ta qenë smundjen, vetëm kur jemi i kam barë, doli siguri ju, qa siguri e kishte të Ndërbeu, kur erdi t'i boj palë tuam që, qa siguri e kishte, kishte nacionali, kishte e t'i i Rasim Lagrit, qa siguri e kishte atë Mjasari, kur i boli palë qerpe, dhe tha, nuk jeni rria pa qarë, doli siguri ju, si që ndrojmë, i bëjmë palë stoi, edhe kërcenimet e të bankave, që ne i bëjmë kërcenimet dhe gjak zëtësim, i bëjmë palë dhe gjak socis, me cilën si zbatojnë këto kërcenime, që ndrojmë stoi, se ne meritojmë i përfaqësim më të mirë, ne do të marrim i përfaqësim më të mirë. Ta marrë e një fundi, se neve që ndrojmë, nuk ka rëndësi, a jeni të majtë apo t'jasë, nuk ka njërës nga gjitha llojet e bindjeve. Tu jemi bashkë për drejtën tonë, për të ekzistuar si shqiptarë, kombin tonë, drejtë që s'na ka më hudët, as Serpët, as Grekët, as Romakët, as Osmanët në 4.000 vite. Ne rrim tu për të parët tanë, është sakrifica tyre, sakrifica prindërve tanë, që na jep garancin që ne mund t'ja dalim. Kështu që i lutem një fjalë të fundit te kësa protestojmë çdo mbrëmje drejt sigurisë me pasiguri absolute, ju them vetëm diçka, kur mos u dorëzoni, le të jetë reagimi juaj, ulërimat tuaja, provorimat tuaja, le të jenë ato këmbanat e sigurisë për ato që nuk gjenë gutimin që bashkohen me ne. Që qirë bashk, vetëm duke mposhtur frikën qirë bashk, mund të vdesi kjo sistem që frika e ban gjallë. Më dhe i lirë, ose teke. Një përshëndetje e veçantë shkon për policinë e shtetit. Ju siguroj që i kanë marrë masat në formën më të mirë të mundshme, që gjithë t'jeni të sigurt. Faleminderit policia ime! O popull i bukur, këtu ka lind një thoshje, quhet Shqipëria e! Në qoftë se ju do të rriqeni, ma e një dhasë ndesh, 30 vjetë mos rajtoni ma! Mos rajtoni ma! Për e burra! Burra priten mos me qoni! Burra! Fronti
gjëra që të kujtojnë nga kjo protest. Ama një imazh nuk më ishet kur nga sytë. Pranë stadiumit Arena Kombëtare po kalonin mijëra qytetarë dhe ata nuk po shkelnin barin. Imagjino, mijëra qytetarë nuk shkelnin barin. E kuptoni çfarë lloj leksioni demokracie dhe qytetarie kemi dhënë. Në 22 ditë asnjë incident nuk ka ndodhur. Prom është tentuar që një incidenti të ndodhur në qytet të lidhet me protestën. Është e pavërtet! Kjo protest ka qenë simbol qytetarie dhe dashurie për njëri tjetrin. Ndaj i themi çdo kujt që ai incident nuk ka lidhje me protestën. E dyta, dua të them dhe diçka. Para ca ditësh, kur e morën vesh se sot do bëhet protest nga Kome, ato e hoqën portën. Por, qytetarët e Kakomes dhe Mivicës nuk u mjaftuan me aq. Ditën e sotme, të gjithë bashkë, ata kanë shkuar dhe kanë qarë qizrëfimi. Duke shliruar pas 2 dekadash plashin publik të aty vendi. Çdo qytetar nga Komispori deri në Përmosh, të cilit i është dhënë fryma, i është dhënë hapësira, i është dhënë toka, të shkojë dhe t'i heqë në garde. Përshtatësimi i kësaj proteste do t'jetë rifitimi i hapësirave tona. Ata që na kanë marrë për 36 vite, do e fitojmë për 36 vite. Edhe diçka tjetër, Kryeministri Rama nuk ka çfarë bën dhe merret personalisht edhe me ndonjërin prej nesh. Por, i themi përsëri, ne jemi shumë të lumtur dhe jemi akoma më të fuqishëm. Këtë taksin dhe këta një aktiviste më tënë që kanë ndenjur përballë këtij kryeministri dhe këtij sistemi gjithë të vite.